Ngjarje rënd në Korçë, 14 vjeçarja hidhet nga pallati se tallnin fëmijët e lagjes. Nëna u nisha në polici se ka rrahur dhe herë të tjera. Një vajzë 14 vjeçare ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e Korçës pasi pak minuta më parë është hedhur nga kati 3 i pallatit ku banonte. Sipas raportimeve paraprake, ajo bullizohej dhe dhunohej nga fëmijë të tjerë të lagjes numër 14. Nëna e saj është shprehur për mediat se kjo është një ngjarje përsëritur, pasi fëmijët ja dhunojnë dhe i tallin në lagje vetëm se janë nga fshati. Madje nëna e 4 fëmijëve ka treguar se episodi më i fundit ka ndodhur mesditën e kësaj të shtune, ku një vajzë e lagjes ka dhunuar 14 vjeçaren e mitur dhe atë vet. Në momentin që gruaja ka qenë në polici për rastin, vajza e mitur është hedhur nga pallati. Burrin e kam në burg për dhunë në familje. Kam 4 fëmijë. Erdha në shtëpi nga Barmashi Kolonjës në lagjen 14 në Korçë. Vajzën e madhe ma ka rrahur, edhe vajzën e dytë, po shtohen bullizimet. Para 2 ditësh e kanë goditur çupën në Kuriz. I thash asaj që më goditi mos të më bezdisi vajzat e mia. Sot prap i vajti çupës time ta godiste. Më goditi edhe mua në stomak dhe mua më morën në polici. Unë isha në polici. Çupa u hodh nga kati 3. U hodh se e tallin fëmijët në lagje. I thoshin që mamin ta morën në polici. Jeni fshatar. Merrni masa se nuk më lën rahat të shprehur ajo.